Ndonë se janë zhvilluar takime me përfaqësues të lartë të shtetit për zgjidhjen e situatës, shpërthimet në komunën Zharrës në rrethin e Firit nga kompania e naftës së Bunkers Petroleum vazhdojnë të jenë sërish prezente. Fshatrat e komunës Zharrës tronditen në çdo ditë nga shpërthimet nëntoksore për nxjerrjen e naftës, duke shkaktuar sërish dëme dhe plasaritje në banesat e zonës. 5 fshatrat të komunës Zharrës në rrethin e Firit kanë një problem të përbashkët atë të dëmtimit të banesave të tyre, të cilët ata shprehen se shkaktohen nga një kompani nafte e quajtur Bunkers, e cila operon në zonën e tyre. Kryetari i komunës Zharrës, Taulan Gremi, është shprehur se ky fakt është i vërtet, por intensiteti i këtyre shpërthime ka disa kohë që ka rënë. Banorët pohojnë se lëkundjet vazhdojnë sërish, por janë më të lehta në krahasim me më parë. Ata i bën dhe lëkundjet pak më të lehta. Bëjnë lëkundje, po i bën më të lehta se sa në ato që ishin më përpara, që ishin të shumë të rënda. Ti këtu ja, tek është qarë, është një qarë këtu që është qarë, edhe brenda po ka qara, ka tronditje. Po jo shumë të rënda si para. Edhe vazhdojnë akoma tronditjet. Edhe më mbrapa. Asnjë kush nuk i interesohet fare. Ndërkohë kreu i komunës Zharrës thotë se problemi vijon të jetë sërish evident, ndonë se është kërkuar zgjidhje përfundimtare nga komisionerët e komunës. Lëkundjet her pas here vazhdojnë përpos ardhjes dhe takimeve të bëra nga ministri, ato janë evidente për fatin tonë të keq. Janë ngritur komisione, është shkuar në ministri, janë çuar edhe përfaqësues të komunës. Ky problem tashmë është evident dhe vazhdon në të njëjtat parametra. Një muaj më parë në fshatin Verbas në këtë komunë u zhvillua një takim me ministrin e energjetikës, i cili premtoi se nuk do të ketë më shpërthime, por situata vijon të jetë e njëjtë.